گذشت 2 ماه از بزرگترین لشکرکشی و تجاوز زور Irani është ardhur me Donald Trump për ndërprerjen e misionit të tij projekti Liria më pak se 48 tetor pasi ai filloi. Kjo vjen pasi një anije franceze kontejnerëve u sulmua në ngushticën e Hormuzit të martën, duke rezultuar në lëndime mesantarëve të ekuipazhit dhe dëmtime të anijes. Media shtetërore iraniane i quajti veprimin e Trumpit si një tërheqje pas dështimeve të vazhdueshme të presidentit të SBA-s për të përdorur fuqinë detare amerikane për të rihapur rrugën ujore vendimtare. Pas qëndrimeve dhe paralajmërimeve të forta të Iranit dhe dështimit të Shteteve të Bashkuara për të arritur objektivat e saj në të ashtuquajturin projekti Liria, Trump njoftoi pezullimin e këtij projekti, thuaj në një deklaratë në media shtetërore iraniane INSA. Trump e kishte ndërmarrë nismën të dielën për të marrë kontrollin e rrugës ujore kritike nga Irani, që në fakt e mbylli ngushticën pasi SBA dhe Izraeli filluan konfliktin më 28 shkurt. Ai tha se mori vendimin për të ndaluar projektin Liria në përgjigje të kërkesave nga Pakistani dhe vendet e tjera, ndërsa pretendoi se përparimi i bërë në një marrëveshje me Teheranin ishte gjithashtu një faktor. Vendimi erdhi më njëherë pasi sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se ofensiva fillestare e SBA-Izrael kundër objektivave iraniane, njohur si operacioni tërbimi epik, kishte mbaruar dhe se objektivat e tij ishin arritur. Në përgjigje të njoftimit të projektit Liria, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike paralajmëroi se çdo anije që zbulohet duke shkelur rregullat detare të regjimit do të ndalet me forcë.